Sistematizimi në Ministrinë e Brendshme solli përplasje të reja në kuvend. Në pyetje deputete Sharbana Pasholli nga Fronti Evropian, tha se në disa sektor për punë të brendshme do të cënohen punësimet e shqiptarëve, në kohën kur është fuqizuar balancuesi dhe nuk është sjell ligji për përfaqësim të drejtë. Ajo pyeti ministrin Toshkovski se si do të garantohet siguria në Dibër dhe Gjetkë pa prishur balancën etnike. A do ta rishikoni këtë vendim? A do të siguroni që Dibra dhe rajonet të tjera të mos mbeten pa kapacitete reale sigurie? A do të garantoni që përfaqësimi i drejtë të mos cënohet në këtë proces dhe si do ta bëni këtë? Sepse siguria nuk është çështje e organizimit administrativ, është përgjegjësi shtetërore, në këtë rast përgjegjësi e juaja. Ministri Toshkovski tha se reparti për punë të brendshme në Dibër, Makedonski Brod, Xhevxheli dhe të tjera nuk hiqen, por do të shtohen uniformat në terren në vend të zyrtarëve policor që rrinin në përzyra. Sistematizimi i ri në Ministrinë e Brendshme pritet të heqë nga funksioni rreth 38% të shefave të policisë, zëvendës shefave, ndihmësve dhe strukturave të tjera udhëheqëse që i bie të jetë më shumë se 1/3 e kryesive në nivel vendi. Во тој дел организацијската структура на МВР станува иста. Сега што ќе има повеќе во Дебар од тоа што го немаш? Ќе има повеќе полициски службеници во униформа, почитувана претеничка. Зошто? Затоа што претходно ги немало. Сега со новата систематизација овозможивме полициски службеник кој што има завршено високо образование, а такви ги има многу и во Гостивар, и во Прилеп, и во Битола, и во Дебар, да можеме да ги ставиме во функција на граѓаните на општина Дебар, тие да бидат видливи во униформа, да бидат на терен, да се зајакне безбедносната состојба во Дебар, како што ќе се зајакне и во цела Македонија. Sistematizimi në strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Brendshme pritet të përfshijë 160 zëvendës shefa, ndihmës shefa dhe funksione të tjera të larta në polici. Prej tyre 40 janë shqiptarë, mësoi dje televizioni 21 nga burimet të brendshme të ministrisë.